Paralajmërimi për shtrejtimin e mbi 20 produkteve bazë ka aktivizuar Autoritetin e Konkurrencës për të bërë monitorim në treg. Në këtë autoritet paralajmëruan se pas monitorimit do të ndërmerren veprime në rastet kur evidentohen se çmimet janë përcaktuar në mënyrë të bashkërenduar apo artificiale nga ndërmarrje konkurrente. Monitorimet janë nisur me furrat dhe me kafenet. Ka filluar monitorimi i tregut të bukës dhe autoriteti është në proces të mbledhjes së informatave për të vlerësuar nëse rritjet e fundit të çmimeve në këtë sektor janë të arsyetuara apo në kundërshtim me ligjin për konkurrencën. Në të njëjtën kohë, sektori i gastronomisë me theks të veçantë në rritjen e çmimit të kafes është po ashtu në vëzhgim. Në për disa furra, çmimi i bukës ditëve të fundit është rritur deri në 80 cent, si rrjedhoi e shtrejtimit të rrymës për 16.1% nga 1 maj. Ka nisur edhe shtrejtimi i kafës në për lokale të gastronomisë. Blendi Hasaj, drejtor në Institutin GAP, e kualifikon të ndaluar veprimin e bizneseve për rritje uniforme të çmimeve. Tregu në cilin operojnë Kosovë është treg i lirë dhe bizneset kanë të drejtë që t'i vendosin çmimet e tyre. Ajo çfarë nuk është e drejtë është që themi në formë uniforme të gjitha bizneset për njëjtën ditë t'i rrisin çmimet. Themi nga 50 cent në 80 dhe për këtu domethënë do duhet të intervenonte edhe Autoriteti i Konkurrencës që t'i monitoronte, sepse si praktik që bizneset në mënyrë të koordinuar themi t'i rrisin çmimet nga një datë, ajo është ndaluar në treg dhe nuk lejohet. Sipas tij, rritja e tarifave të energjisë elektrike duhet të reflektojë në masë më të vogël në çmimet e produkteve të tjera. Themi që një rritje në tarifat e energjisë elektrike të reflektohet po aq edhe me ngritjen e çmimeve të konsumit, pasi që për shumë ndërmarrje, për shumë kompani, çmimi i energjisë elektrike nuk paraqet një kosto të lartë si përqindje kostove operative të tyre. Veçmas për këto ndërmarrjet ose bizneset sikurse supermarketet dhe dyqanet tjera nuk e kalon mbi 7 ose 8% të shpenzimeve operative që i kanë. Paralajmërime për rritje të mëtejshme të çmimeve janë bërë edhe për muajin maj, kur do të hyjë në fuqi vendimi për shtrejtimin e energjisë elektrike.